Një prajm i gjatë është dhe ky sonde ku do të ketë 2 eliminime, një linjë jete dhe do të flitet për dasmën e cila në fund të ditës ka shënuar rekorde në YouTube me mbi 1.5 milion pa mbushur 24 orë. Kjo do thotë që shqiptarët kudo që janë e kanë ndjekur me këshëri se kanë besuar tek energjia e mirë, tek sinqeriteti, po më kryesorja tek emocioni i pastër real që dhuroi Brikena dhe Mateo, të një nga çiftet më të komentuar të këtij edicioni që finalizuan lidhjen e tyre me një dasëm simbolike e cila në fund të ditës ishte më shumë reale, më pranë traditave, një dasëm që bashkoi edhe banorë që janë kundër tyre, siç është Miri, Joela, Rogerti e disa të cilët pas dasmës komentuan dhe thanë fjalët më të mira, ku shprehen që ishin kënaqur, kishin besuar tek ndjesia dhe ishte e vërtet. Sa kaq 2 eliminime do të ketë sonte në Prime. Eliminimi që do të vinë nga 8 televotimi i rregullt ku është Edisa Shndriti dhe Joela, ku do dal Edisa dhe një televotimi i dytë ku shanset janë që të dal Joela. Sigurisht që jemi në këtë pikë të lojës ku lufta është për të kapur finalen. Deri më tani finalen e ka siguruar Selin si finalistja e parë, po mbetet për të parë se kush do të jenë edhe 3 të tjerë që do t'i bashkangjiten drejt finalit së madhe. Mund të kemi një çudi, mund të kemi një femër dhe 3 burra në finalen e madhe të Big Brother Albania V5, por asnjëherë nuk dihet se si do të rrjedhin ngjarjet. Po këto janë informacionet e fundit që kam mësuar dhe doja t'i ndaja me ju në Troçmi Redi, ku linjën e jetës sot do ta ketë Miri, një nga personazhet më të komentuar, një nga personazhet që ka bërë një Big Brother jo të lehtë, që është gjykuar, është paragjykuar, edhe ditën e sotme ai kishte një gritse me Selin, ku kjo e fundit e pa se si ishte ky në dasëm dhe e quajti si një lloj kërmiu i cili është lëpir opinionistëve Monika dhe Arbër sipas Selin, e cila e ka këtë tendencën për të ngacmuar Mirin, sidoqoftë janë në kuadër të lojës, edhe pse Miri është tërhequr në këtë ballafaqimi që ka me Selin, më së shumti diskuton me banorët e tjerë sesa vetëm atë, por që kishin një lloj përplasje dhe Selin me fjalë të ulta, me fjalë deri diku rrugë që nuk i shkojnë formatit të saj, edhe një pretendente siç është ajo për fitore, që të ketë këtë lloj zhargoni edhe të ketë artikuluar fjalët si ordiner, kërmill, ti lëpije, të ngjitesh kështu, edhe pastaj Rogerti që e futi në një lloj konotacioni seksual për ta pasur. Unë shikoj më shumë Mirin si një lloj topi ping-pongu, se një herë e gjuan Rogerti, një herë e gjuan Selin, një herë Rogerti, një herë Selin. Dhe ky fundit ka përhumbur në këtë lojë dhe nuk u kupton që ndoshta është kthyer pikërisht në këto që unë them, si një top ping-pongu ku një anë e gjuan Rogerti, në anën tjetër e gjuan Selin. Bertot për të parë nëse do të shkojë çifti Brikena dhe Mateo në finalen e madhe, duke parë të gjithë mbështetjen e jashtëzakonshme që kanë në rrjet. Kjo do thotë që kanë fansa pafund, kjo shikohet në klikime, kjo shikohet në shikueshmërinë që e kanë rekord, po betet për të parë nëse do të shkojnë në finale. Sigurisht që Mateo është pjesë e finales, duke parë të gjithë fanbase-in edhe i gjithë lojtarët që është pa filtra, pa maska, por edhe Brikena për mua duhet të jetë pjesë e finale si një tjetër ngjyrë e këtij edicioni, edhe një vajzë që ka ditur të tërheqë vëmendjen, të shkaktoj polemika për të gjithë natyrën e saj të lojës, duke ngacmuar traditën edhe duke qenë neutrale në lojën e saj dhe duke mos bërë kapërcime që mund t'i pengonin apo mund t'a dëmtonin në lojë. Sigurisht që kjo është një përmbledhje shumë e shkurtër në Troçmi Redin, duke ndarë me ju informacione se çfarë të ndodh në këtë Prime. Pra do të kemi 2 eliminime, linjën e jetës, dhe me siguri do të kemi diskutime të shumta për atë çfarë u pa para, gjatë dhe pas dasmës. Po më kryesorja, mos harroni t'i bëni edhe subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.